Nga muaji prill 2013 fillon një qasje e re për trajtimin e aksidenteve me dëme të vogla materiale në komunikacionin rrugor. Bazuar në ligjin për sigurinë në komunikacionin rrugor, shoferët e mjeteve që përfshihen në aksident me dëme të vogla materiale, nëse pajtohen mund ta plotësojnë dhe nënshkruajnë raportin evropian të aksidentit. Raporti evropian përmban një formë që do të plotësuar me të dhënat personale të shoferëve dhe mjeteve të përfshira në aksident. Nëse jeni përfshirë në aksident me dëme të vogla materiale, fotografoni mjetet e aksidentuara, vendin e ngjarjes në një distancë të afërt dhe të largët, si dhe më njëherë menjanoni mjetet nga rruga. Nëse njëri nga shoferët e përfshirë në aksident refuzon ta plotësojë raportin evropian të aksidentit ose e lëshon vendin e aksidentit, duhet të lajmëroni policinë. Mos ndryshoni të dhënat nga raporti si dhe paraqitni formën e raportit sa më parë në kompaninë përkatëse të sigurimit, e cila shqyrton raportin dhe vlerëson dëmin e shkaktuar me qëllim të kompenzimit në kohën sa më të shkurtër.